Dusha, a mund na thuash ditën kritike kur ka ndodhur sulmi në Banjsk 24 shtator 2023? Ku ke qenë ti? Atë ditë, unë para orës 7 në mëngjes, kam ardhur nga vikendica në të cilën domethënë ditën e kaluar kam qenë aty dhe kam hyrë në ndërtesën banesore te kolegu Nemanja Jolović dhe bashkëshortja e tij Izidora, të cilat kanë shprehur dëshirë që të dëshmojnë në këtë gjykatë, që t'ja thojnë të vërtetën gjykatës dhe tërë botës se ku kam qenë unë atë ditë. A mund të na thuash se ku ke qenë një ditë përpara, domethënë me 23 shtator. Me 23 shtator, unë kam ardhur rreth orës 9, domethënë në punë, në Rajska Banja, e kam filluar domethënë ndrimin tim të rregullt, domethënë që ka të bëjë me pompa, filtera, nxemje, ftohje, e kam vizituar SPA qendrën dhe e kam pyetur kolegin se a ka diçka që keni nevojë. Pas kësaj kam lëvizur aty në punë, pasi nuk kam pasur ndonjë aktivitet tjetër. Kam shkuar deri tek kafeteria, jam kthyer. Dhe diku rreth orës 4, sipas marrëveshjes paraprake, unë dhe Gjorgje Radojković dhe Dušan Kostić i kemi paketuar gjërat për vikendicë, pasi që Dušani atë ditë ka qenë zot shtëpije, domaćin, pra mikpric, dhe në atë vikendicë, të çdo vikend fundit, apo vikend para fundit, në varet se si kemi qenë të lirë, dikush nga ne shokët ka qenë një koqir apo mikpric. Dhe këtë herë ka qenë Dušan Kostići. Ne kemi arritur deri tek vikendica dhe janë diku 4 kilometra distancë nga fshati Banjska, në fshatin Suhodol. Kur kemi arritur, unë e kam ndezur grillin, pasi që zakonisht jam marrë me grill. Gjorgja dhe Dušani kanë nxjerrur gjërat nga makina. Pas kësaj, e kanë rregulluar domethënë vikendicën, e kanë fshirë vikendicën. Kemi filluar ngadalë domethënë të pim, të bëjmë hajgare, të ndëgjojmë muzikë. Dhe pas një kohe, kanë filluar të vinë edhe shokët e vjetër. Dušan Anđelković, Filip Vilijević, Sasha Milosavljević, Miljan Maksović dhe Milash Radosavljević, vikendica e të cilit ka qenë. Domethënë në fund kemi qenë diku 8 persona. Unë e kam përgatitur punën, domethënë pjesën time të punës, e kam bërë grillin, tavolina ka qenë e vendosur. Domethënë jemi ulur, kemi pirë, dhe pas një periudhe, gjatë bisedave e kemi nisur temën
se si do duhet ta përfundonim banjon të cilin e kemi, domethënë, ziduar në kuadër të vikendicës, diku 3-4 muaj paraprakisht. Dhe na ka mbetur vetëm që ti shalltovatim disa shtylla rreth derës. Dhe atëherë unë, pasi që ditën e nesërme ka qenë e diele dhe unë kam qenë i lirë, kam vendosur që të mbes aty, ti rregulloj, domethënë, ato 2-3 shtylla që kanë mbetur pa rregulluar. Dhe shokët Gjorgje Radojković dhe Dušan Anđelković, të cilat gjithashtu kanë dashur që të vinë të dëshmojnë, dhe edhe ata kanë thënë se janë të lirë dhe do të mbesin me mua që të më ndihmojnë. Dhe pas kësaj, kemi filluar të pijmë, kemi vazhduar të pijmë dhe zotri gjyqtar atu pijet se kush kënd e mund duke pirë, domethënë kush pin më shumë. Dušan Anđelković ka fjet i pari dhe ne kemi luftuar deri në pikën e fundit se kush do pij më shumë. Dhe diku në mesnat këta shokë që kanë bërë plan të shkojnë, ata kanë shkuar. I kemi marrë ato enët, domethënë e kemi grumbulluar në një grumbull. Dhe unë dhe Gjorgje kemi ra për të fjetur. Pas kësaj, diku rreth orës 3:30, nuk më kujtohet sakt koha, unë në për gjumë kam dëgjuar se Dušan Anđelković ka biseduar me dikend në telefon, se bëhet fjalë për disa krisma. E kam pyetur se çka po ndodh. Ai më ka thënë se po ndodhin disa krisma apo disa gjuajtje në Banjsk. Dhe mendoj se ka thënë se e ka thirrur Nemanja i vllau i Gjorgjes. Pas kësaj e kam marrur telefonin tim dhe e kam parë se e kam pasur një thirrje të humbur nga ai, Miset Kollës. Përshtypja e parë ka qenë se mos ka ndodhur ndonjë incident, sepse ka pasur mjaft konflikte me kontrabandues kohën e fundit. Dhe kemi menduar se ka ardhur deri tek ndonjë incident të tillë. Më kujtohet se kam thirrur shokun Miloshin, i cili jeton në qendër të fshatit. Dhe më ka thënë se nuk e di se çfarë po ndodh dhe se nuk guxon me dalë me pa se çfarë po ndodh. Ne kemi dalur para vikendicës dhe i kemi ndëgjuar krismat. Mirë po, pasi që ka qenë errësirë, kemi vendosur që të mos zbresim në fshat, derisa nuk agon, sepse është rrugë malore, domethënë gjatë kthimit.
Kemi zjerë kafe unë dhe Dushani, dhe kemi, domethënë, e kemi pirë edhe nga një gotë raki, domethënë që të kthjellemi nga pija e mbrëmshme. Dhe pas kësaj, kur ka zdritur, ne kemi vendosur që të zbresim poshtë në fshatin Banjsk. Dhe kjo ka qenë diku rreth orës 6:30 apo 6:40, nuk më kujtohet saktë. Kur po flasim për uniformë, me lejen e gjykatës do t'ju tregoj fotografitë të cilat janë bërë, domethënë të cilat kanë dalë nga videoinqizimi, i cili është pjesë e shkresave të lëndës. Vetëm të na vërtetoni se a bëhet fjalë për këtë uniformë. Po, kjo është ajo uniformë. Ju na keni sqaruar neve se kur është bërë kjo fotografi përkatësisht videoinqizimi. A mund të na thuash diçka më të përafërt në lidhje me këtë? A ju kujtohet se në çfarë thana është bërë kjo? Po, më kujtohet. Siç kam thënë, kjo është bërë në shtëpinë time. Atëherë kur e kam marrë, e kam provuar ashtu siç i provojmë gjitha gjërat e reja kur i blejmë. Atëherë me mua në shtëpi kanë qenë motrat e mia dhe, domethënë, fëmijët e motrës. Ashtu që ata kanë luajtur me ata gjëra dhe i kanë provuar. Unë nuk mendoj se askush tjetër nuk do t'i lejonte fëmijës, i cili atëherë ka pasur 7 vjet, që të luajë me uniformë, të cilën këtu e paraqesin sikur të ishte ndonjë uniformë luftarake. Si shihet edhe në fotografi dhe videoinqizim, aty absolutisht nuk ka pasur kur fare arme as diçka të ngjashme.